Njeri se ka shumë që janë të shkollun, për janë shumë kriminal. Kërimin e Kosovë janë në rukaqit 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dhe 5.000 euro. Rukaqit? Po, rukaqit. Hoxhallar me nam. Ja vesh ti dojnë. Momentit. Mami rukaqit. Moment, vetëm hoxha fendi. Jo, se mi thot tash këtë hoxhallar, ti kemi fut gjithë. Ti ndojnë. Moment, hoxhallar me nam. Rukaqit. Bo mësë më ardë të una apet e shesh ka të bëjnë. Ta është frika tjetër. Bo mësë më ardë të unë të ke ardë të une njerë ke ndërprej ke shku të këj, që s'pa vjetë të une hajë që ki me bashkë akon për të bëjnë. Ko ka mirë me shku të qaj hoqën, me thonë ju, me mësë më ardë herën që këtë emision. Jo, mësë se kam problem. Po si tha Labi, moshe krejt haj Malia ki bekin tëmë se ty bet me ka ndihish për atë mund. Apo kupton? Se vetëm madhit zot i lutë edhe e din ti, kur thuhet ilahia, hërmet jashe dërman ja pirë. Që aty në sekreti. Hërmet jashe dërman ja pirë. Nuk lutët që se kush më zajmër me shpirt. Se këshin pasi ukit me te, pëthaja kish me edhe për me hongër atje. Që është problemi. Këtu është problemi, këtu është sekreti. A ki po që shumë kush sun shkon në front aty. Si më ka thonë Asej Maradine. Kër e kom qitë ta zollën këto, ta 3 sahata i kemi prit kriminelt. 3 orë, pali vrit, vitë kështon t'ja bon, për mi vrahe. Hizmetit së në bon që se kush. Nuk qilet perdja pa hizmet. Hërmet jashe dërman ja pirë. Hizmetin për të madhin zot. Hajmalin për djekë o labë. Qysh mi djekë rogazit që i prishën poplin të i marë pare. Ka ma banë. Jo, për fond, në një fjallë jushë, se cili njeri duhet vetë të gjej burimin e pastër nga dopi. Ajo është për gjezës. Jo hoxha, jo prifi, jo ajo, jo. A qka të shumë me thonë dhe në gjezë? Njeri është për gjezës, ta shqyrtoj vetën, le tjetë kërkus. A është këj burimi i mirë dhe i pastër për jetën time? A duhem ju hy në rrugëve tjera, me të shpejta, më shefta, gjana që jenë të pa sigurta e kështu. Për njeri ju vetë është kërkus edhe për gjezë, edhe në fund të korë frytet e veta. Ja, qëka? Qëka me bërë këgji e për dhe qi? Unë nuk e di, për zotë nuk e di këto gjara, por unë vi për një familjes do të thotë që familje fetare pa tjetër, po vinë edhe prej familjes shej. Por unë do të thotë që i besoj, po i respektoj. Sepse edhe... Që si beson sheju ta? Më faj, unë besoj vetëm Allah, vetëm Zotë. Askuj tjetër. Do të thotë... Edhe sheji për do t'i besoj Allah. Edhe profeti Eleselam, kur ka një qabe, kur idhujt i ka rëdzu, të tjerët e ka njësë mishajt, ka thënë mos i shani sepse i ofendon babalartë këta që kanë pranu islamin. Dhe Zotin në pranë, që nëse ti shonë ata do t'ja shonë Zotin juaj. Që nuk është moralin e muslimon në shatë të tjertë. Dhe ka dorën, ata bëjnë 5 vaktet, namaz, nuk pinë alkohol, janë agjerojnë, i bëjnë sejze vetëm Allahut, askuj tjetër, nuk e prejnë, nuk e prejnë gjajtë Muharremin, falë, e hajnë mishin, po nuk e prejnë, ka dare, libri është, Allahu në ka dhonë sytë, vesh, dëgjim, edhe fjala e parë cilë është Lexo dhe vidësohë si unë dhe ta të tjerë. Unë kam të drejtë në Shihit me dhua? Jo. Jo shehu. Kam drejtë replikë të tja. Po, shehu. Fallaj për fe shenjë dëruar deri mas nesër po. Mirë, ndigjom. Sa flok kam unë, sa flok qash di për fe. Ndigjom. Kështu që deri mas nesër. Sadri, e tham me bindjen më të plot. E tham me zemër dhe me shpirt. Kur kanë bon be burrët pa shashe Selimanin, që kanë bon be burrët se kanë marrë kaje tjetër besimi. Burrët e kanë falë gjakin. Edhe njëherë po thamë, ne në hasë kemi, po dhe në podrime, po kanë marrë kaje. Në hasë kemi ne një thoni shumë të mirë, sepse përnojmë më bukë. A jeton do të pa bukë? Thojmë pasha Zotin, pasha bukën edhe pasha babalartë. Dëmonë aty asë 1 milimetër nuk shkaj për masë. Kjo është betimi, sepse ne bojmë betimin.
Sheh Muhajdini, Arusha Zollë një koft, edhe Sheh Suleimanit, edhe Sheh Jusufit, që ka qenë udhëzuesi Dervish Salid me BTG-u të Hasit, që para 3 dite libri Besim Mohatri, profi, që e përshëndesëm nga studia, udhëzuesit, udhërefysit të shpirtit hyjnor, alimet, vekilet të qenshtës hyjnore, kjo është një rrugë tjetër që sun nuk mundet gjithë se kush i këto me kuptue. Unë edhe njëherë po thamë, unë kur bëj bej, kur bëj bej, pashat, më balartë ata, po kur themi të Tyrbia Sheh Suleiman, që kam shumë respekt, edhe për Sheh Muhajdinin, një burr shumë i madh i kombit, që ka vujt për udhbës edhe udhbashve, edhe luftës për jarmin alet po që një arbi e kur mos u kthejfshin, i arbi vofshin djallë të malë, kur kanë shku, kanë kry qafën, e kur s'kanë më këthyje, kam shumë respekt për atë. Pavarësisht të kush ka mendon tek me danë, por unë i kum njoft të dy. Edhe Sheh Muhajdinin, edhe Sheh Nezatin, edhe shumë burra tjerë që kanë qenë burra të kombit. Po din më shka kanë hekë i udhbës. Edhe në luftën e mëram që kanë dëshmue. S'ka dalë për teqët Shehi, s'ka dalë për Tyrbës Sheh Suleimanit, se kanë bon betimin. Burri njëherë bon betimin. E vërdet. Se jemi minutat e fundit. Ama vetëm një pikë shkurt, pastaj shkurt minuti. Edhe respekt për ato vende, edhe s'ka kush që më lunë për të madhin Zot, edhe ato vende ku kanë bon betimin. Ne mund të flasim deri nesër me mëngjes. Jo, më veç të kësha më thonë. Edhe kjo tash një pjesë që po kalon se ku në lloj me qenë të pak prekshëm. Jo, nuk është jo. Tash unë dëgjoj vetëm nuk është kjo vërtet që thamë janë të paprekshëm. Janë udhërefys të dashur të madhit Zot. Nuk lejohet mi thoni një udhërefys. Jo. Nuk mundemi. Vekil, edhe vekil, edhe këtu ke shpirt tutën për deri shqip. Për deri shqip. A di çka do të thonë i shpirt vekil i qenshtës hyjnore. A më pse tu shqip, ta dëgjoj publik që. Unë Dervish udhërefys i shpirtit hyjnor të Perëndis. Shkurt edhe shqip. Do me thonë, ju e pasni besim që përmes të një njerëz që kanë vdek, mua fut të Zoti, apo? Jo, bre, lutem. Pse për meni këtë qeshtë njeri, po shkoni aty. Po tash ashtu të ngloj kjo. Jo, nuk është, Hoxha Efendi. Bukur. Nëse edhe një herë thash. O, merr një kall një çdo e mali, s'është problem unë për atë punë. Edhe një herë po të tham. Shka mi bom mjek rëzive dhe rukagjive ata që bi morën parë. Mos ta devijojmë debat, veç ta devijojmë debat. Mesazhi im është ky, i nderuam. Gjatë luftës ne dim që ka pas prej me gjithë respektin që Babeshe nuk e ka plumbi. Këtë nuk e ka plumbi. S'është e vërtetë. Jo, nuk është e vërtetë. Nuk kemi dorë të vërtetë. Jo përbesht. E tash, unë po du të them që njeriu këto nuk e pranoj. S'është e vërtetë. Kanë dalë këtu muhabete, edhe njerëzit ka shku pas. Kjo është gojë dhone, kjo është një propagandë shumë, nuk është e vërtetë kjo. Lutem tash mos u Sheh Muhajdini Rahmet pas, isha lajmodhi Zot e ka qenë në xhenet, edhe pa dyshim pse i ka pështu shumë familje, shumë fëmijë. Vetëm pak, unë nuk e përmenda me emër, vetëm po them, nuk guxojmë na edhe na si lider, mu tregu para mosës që jemi të pak prekshëm, pa gabime, nuk na ka plumbi, nuk e kom thonë këta. Ti nuk e tha.